Teatri Migjeni u mbush me emocion, art dhe e duar trokitje të gjata, teksa sopranoja Imva Mula dhe pianisti Gens Tukiqi sollën koncertin Voyage nga Shkodra në Paris, një udhtim muzikor që bashkoi kulturat, ritmet dhe shpirtin e qytetit. Në sallë ishte i pranishëm presidenti i Republikës Bajram Begaj, i cili ndoqi koncertin i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci. Repertori mbrëmjes ishte një kombinim elegant mes himneve të muzikës franceze dhe jareve shkodrane. Në drejtimin e Elda Larës, Orkestra Simfonike e Shkodrës performoi me fines, ndërsa kori polifonik Prenkekova, e ftuar e Izabel Liv Poro dhe këngëtari Glerdit Turmetaj i dhanë interpretimit një dimension tjetër. Pas koncertit, Imva Mula u shpreh për vazhdimsinë e projekteve artistike që e lidhin me Shkodrën. Vetëm më ftoni se unë këtu jam. Doja që ta kisha një kontribut për qytetin e Shkodrës, ashtu siç e jap edhe një festival që unë e kam krijuar në Korçë dhe u bë viti i 9 i këtij festivali, pse jo të krijojmë një festival në Shkodër. Gens Tukiqi dhe Elda Laro e përjetuan mbrëmjen me një emocion të veçantë. Mundësisht në Shkodër me bë koncert për dita shpak. Ka që mirë është publiku shkodran, ka që energji, ka kja sallë. Po më rrej zemra akoma, se me të vërtet nga momenti i parë deri në të moment, më ka ra krejt fort, me të vërtet. Ka që një koncert i papërshkruar. Koncerti Voyage u shndrua kështu në një nga mbrëmjet më të bukura kulturore të këtij viti në Shkodër, duke lënë gjurmë të forta në publikun e pranishëm në Teatrin Migjeni.